E përshëndesim, profesor. Që ka ndodhur një gjë si pas me interesant në Ravec këtë fushat që po e shoh, kam përcjell ko pas kohësh, të tri kandidaturat jashtë Zotit Ismail Latifi, pra Atali Dulës, Bërim Krestiqi dhe Doncanës, kanë bënë fushat shumë intenzive, krahasuar me fushatet e kaluara, kur kemi pa angazhimin e kandidatëve kundër kandidatëve Zotit Latifi. Kjo bën që Raveci përkundër që është një përparësi Zotit Ismail Latifi, me gjasat mëdha të ketë një balotazh. Por ka diçka interesante. Në mesin e këtyre tre kandidatëve secili është minimal shumë të vogël të votave që mund të futet në balotazh me Zotin Ismail Latifi, edhe pse ky i fundit do të ketë një shkputje në raundën e parë në përqindje sa i përket fitores pra në raundën e parë, por tek i dyti nuk mund të parashikoj se kush do të jetë. Në këtë rast pra fort për vendin e dytë. Po, natyrisht, sepse janë që të tre të cilët kanë një bazë elektorale në Ravec, por e kanë bënë fushat të jashtëzakonshme përmend asaj në këtë kohë sa kanë pa, janë angazhuar goxha shumë dhe votat, kjo shpërndarje e votës e bën pamundur që të kemi një orientim se kush